Nuk e ka kry e pa dignitet. Së dëgju pjesa e parë. Jo, për shkak të pjesës ku hyn sigla, nuk u dëgjove. Okej, do të thonë, asnjë president i Kosovës deri sot nuk ka punu pa nder e pa dignitet për këtë vend, por nuk është kurrë se ani pazakonshëm që një president punon me nder edhe me dignitet për vendin e vet. Apo din se na lodhi me këtë pjesë. E dyta, çish po kesh në më bëjë. Po kesh po qërë, nuk është vrejnë, nuk më vrejnë mi popë, me kry me nder, po me nder më se pas kry me nder. Po një rastesh në më bëja tha marë se kësa jene kënë pas kry me nder, punën e kish pas venin të tërkun, apo kuptat, do më nuk është kem në lavdat. Shqyësër që ka kry me nder, e ka obligim kushtetues. Edhe ka obligim. Ka tjerë që se krynë dhe ata përfundojnë që ate ku përfundojnë. Po dhe ka kry për vend veti, nuk e ka kry për vend vend. Do me thonë, kjo me fjallë tjera, po do me thonë që Albin Kurti, edhe në marrëveshjen e Ohrit, edhe në marrëveshjen e Brukselit, ka punu kundër shtetit, ashtu po thotë, ka qenë plan rrezikshëm, kjo pramë shefta se ka rujt shtetin. Në Bajnska e ka bot njëtën. Edhe po denën e ka dhu këtu, veç kur prosja ka vazhdu Albin Kurti mandatin. Sepse po t'ja vazhdën të prosja sinjali që e pas ka morën dhe tur, kur ja ka dhonë datën që i ka vyt, i ka dhonë, hajtë se veç që t'ma datën t'i musën, ta edhe një mandat e naturisht ja ka dhonë, tash, aty e ka unë e problemi me Vjosa Osmanin. Nuk e ka unë e problemi me Vjosa Osmanin që se ka përfaqësu mirë Kosovën, se s'ka pas ka me përfaqësu. Amerika, fatmirësisht, e ka në sy pozitiv Kosovën, pikë, mirë është, pavarësisht kush është. Hajde, regjia dhe vetëm tjetër edhe Dardan Gashi, të Vjosa Osmanit, fundit. Ka qenë vullnet i plot i imi që të vazhdojmë bashkëpunimin me kryeministrin, pra që ajta udhëheq qeverin dhe unë ta udhëheq presidencën dhe të punojmë bashk që Kosova të fuqizohet edhe brenda edhe jashtë. Pastaj nuk është që ka pas ndonjë vërejtje specifike përveç që po i duhet një president që nuk merret fare me politikë të jashtme, kjo baka shumë ka qenë. Po, mua personalisht, po, nuk do të hy tani të bisedat se nuk kanë rëndësi ato, kanë shumë rëndësi për neve, edhe për opinionin, për shkak se nëse është kështu që... Dështë është momenti, sepse unë dua vërtet t'ju urej suksese partive politike tani në këto përpjekjet që i kanë për zgjedhjen e një presidenti tri. S'ka përpjekje që... Tani, po, unë nuk e di, sepse nuk e di çfarë ngjan në ato takime, por megjithatë besoj që Kosovës i duhet stabilitet, megjithatë vullneti jem ka qenë që ta vazhdojmë bashkëpunimin. Ky ka qenë vullnet i plot, pa asnjë ekuivok, pa asnjë hile, vullnet që të punojmë në interes të Kosovës dhe të askujt tjetër. Jam i këtë koment, po nëse ka dasht pa ekuivoke me bashkëpunu me një njeri i cili e ka trahtu, i cili ka bo gabime të rana në disfavor të Kosovës në Bruxelles e Ohër, e gjitha këto tjerat që Bajnska kjo e pas ka pështu prej kuj? Prej Sërbis, po që ka pas ka bo pro qeveria Kurti. Sa ata deri së të dojnë ata e kanë shpëtu. Do me thonë, problemin që kështë të thonë e komune me Vjosa Osmanin është se po t'ja kish vazhdu mandatin, kjo sot të fjali kish thonë veç kundër opozitës. Ti sot s'kishe një Vjosa Osmanin të thonë intervist me kritika ndaj Albin Kurtit. Edhe tash, do më thonë, krejt Kosova do të më shumë me kajtë për ta. Pse se që ka vazhdu mandat.